Policia e Shkodrës ka goditur 2 raste të veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtjen pa leje, duke arrestuar 4 persona dhe proceduar penalisht një tjetër. Sipas policisë, operacioni i parë është rezultati i një hetimi disa mujor, gjatë së cilës është dokumentuar aktiviteti i një grupi personash që dyshohet se bashkëpunon me shitjen, shpërndarjen dhe mbajtjen e lëndëve narkotike në qytetin e Shkodrës. Në përfundim të aksionit u arrestuan 3 të rinj të moshës 20 dhe 22 vjeç, ndërsa një 34 vjeçar u procedua në gjendje të lirë. Autoritetet bëjnë të ditur se në kuadër të njëjtit procedim penal gjatë muajve qershor dhe korrik ishin vënë pranga edhe 4 persona të tjerë të përfshirë në të njëjtën skemë kriminale. Në një operacion të dytë të zhvilluar në Velipoj, policia arrestoi një 18 vjeçar i cili gjatë kontrollit fizik u kap me armë zjarri dhe doza të vogla të lëndëve narkotike, të dyshuar kanabis, të përgatitura për shitje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë, e cila po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë së personave të përfshirë dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë të mundshëm.